Janë pamje që i përkasin zonës së spitalit, hyrjes së tregut, lagjeve Shehër dhe Skënderbeg në qytetin e Lezhës. Në momentin që flasim, pastrimi në qytetin e Lezhës nuk është në standardin e kërkuar nga qytetarët e Lezhës. Problemi është që nuk ka vullnet nga ana bashkisë për të përmbushur detyrat e saj që për sa i takon kontratës së sipërmarrjes së pastrimit. Standardin e pastrimit dhe miratimin e faturave të pastrimit i bën bashkia dhe nuk ka sepse të jetë firma përgjegjëse. Ati ku duhet pastru për çdo vend, se vjen insekti, ato koha vesh, ato turizmi, kjo për Bregdetin, kjo për Kalon, kjo për vendin e Skënderbeut. Kështu që mundësia është. 2013 ishte përcaktuar si viti që do të gjente Lezhën të pastruar nga vatrat informale të grumbullimit të plehrave, por Bashkia e Qytetit këtë vit ka reduktuar ndjeshëm shpenzimet për pastrimin e qytetit. Po të shohësh në detaje tjera, Këshilli ka bërë një ulje drastike, domethënë pastrimi i qytetit, natyrisht ne s'po ndalem qytetin pa pastruar. Një vit më parë kryetari i Bashkisë së Lezhës u bë pjesë e një fushate vullnetare për pastrimin. Jemi sot këtu në sheshin kryesor të qytetit, pikërisht për të sensibilizuar gjithë komunitetin qytetar të qytetit Lezhës për mjedisin, për mbajtjen pastër të qytetit Lezhës. Kjo fushat, me sa duket, zgjati vetëm një ditë dhe gjendja nuk ndryshoi. I dështuar rezultoi dhe projekti për hedhjen e diferencuar të mbetjeve. Kështu, Lezhë është një ndër qytetet më të ndotura të vijës son bregdetare.